Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ka reaguar me shqetësim pas largimit nga stadiumi në Tiranë të flamurit të UÇK-s nga ana e policisë shqiptare gjatë zhvillimit të ndeshjes me Serbinë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, OVL e UÇK-s e ka quajtur këtë veprim një therrje në shpirt për çdo familje dëshmori, luftëtar dhe qytetar që respekton sakrificën për lirinë e Kosovës. Na dhem zemra o nan Shqipni, thuhet në fillim të reagimit, ku theksohet se flamuri i UÇK-s nuk është thjesht një simbol, por përfaqëson gjakun e dëshmorëve dhe amanetin e tyre për lirinë e vendit. Ai flamur është varri atyre që s'u kthyen kurrë, theksohet ndër të tjera. Organizata u ka bërë thirrje institucioneve dhe shoqërisë që të tregojnë ndjeshmëri dhe kujdes, duke nënvizuar se çështja e flamurit të UÇK-s nuk është çështje politike, por e kujtesës historike dhe kombëtare. Nuk kërkojmë asgjë më shumë veç se respekt për ata që s'kërkuan asgjë, përveç lirisë son, përfundon reagimi i organizatës, që vjen në një moment kur debatet për simbolet e luftës dhe vendin e tyre në hapësirat publike kanë marrë vëmendje të gjerë, sidomos pas ndeshjes së luajtur mbrëm në stadiumin Air Albania në Tiranë, ku Shqipëria dhe Serbia u ndanë në barazim pa gola. Na dhem zemra o nan Shqipni, kur preket flamuri i UÇK-s, preket gjaku i dëshmorëve tanë, preket amaneti i tyre, preket liria për të cilën ata ranë. Ai flamur është varri atyre që s'u kthyen kurrë, është kujtimi atyre që jetojnë për herë në ndërgjegjen tonë. Të na thuhet se nuk ka vend për të në tokën shqiptare është një therrje në shpirt për çdo familje dëshmori, për çdo luftëtar, për çdo zemër që rre shqip. Nuk kërkojmë asgjë më shumë, veç se respekt për ata që s'kërkuan asgjë përveç lirisë son. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s, jo me mlef por me zemër të thyer, kërkon ndjeshmëri e kujdes, sepse kjo nuk është politik, është kujtesë, dhe kujtesa është e shenjtë.